Në prag të sezonit turistik, Policia Bashkiake e Pogradecit ka nisur zbatimin e një sistemi online për vendosjen e gjobave, duke sjellë njërisi në mënyrën e menaxhimit të masave administrative, ndaj shkelësve të rregullave të qarkullimit dhe zaptimit të hapësirave publike. Ky sistem pritet të lehtësoj punën e efektivëve dhe të përmirësoj ndjeshëm qarkullimin në qytet, i cili gjatë verës përballet me fluks të shtuar për shkak të turistëve dhe pushuesve. Kryeinspektori Markel Hafeslari bëri të ditur se do të ketë fokus të veçantë e parkimet e gabuara dhe zbatimi i pullës së rezidentit, një masë që synon të rregullojë përdorimin e hapësirave, sipas zonave të banuara. Patrulla do të jenë të pranishme në terren me mjete, bicikleta dhe në këmbë, kryesisht në zonat më të frekuentuara, si shëtitoria e qytetit, Tushemishti, Lini dhe lagjet urbane. Policia Bashkiake ka marrë të gjitha masa për lirimin e hapësirave publike dhe parkimet e gabuara këtë sezon. Para pak kohësh ne kemi bërë gjoba në sistem siç e ka policia e shtetit dhe do jenë të angazhuar 2 patrulla qarkullimi në terren për arsye për mos parkimet e gabuara nga fluksi i madh që pritet të vijë këtë sezon. Me drejtorinë e parkingjeve do kemi bërë një punë të mirë dhe jemi angazhuar për pullën e rezidentit, që do të thotë kush nuk ka pullën e rezidentit do të marrë masë administrative. Për sezonin turistik veror në Pogradec do të jenë të angazhuar 25 efektiv të policisë bashkiake, të cilët do të operojnë në bashkëpunim të ngushtë me policinë e shtetit dhe atë rrugore, ndërsa së shpejti pritet të vihet në funksion edhe një numër kontakti për ankesat dhe informacionet nga qytetarët.